ka edhe dokumentare të rëndësishme të cilat janë transmetuar. O Allah, bekoje shamin ton dhe emenin ton. Ishte kjo lutja që e bënte i dërguari i Allahut Muhamedi a.s. Venera Ajeti është gruaja nga Kosova, e cila gjatë verës së vitit 2025 e vizitoi Sirin. Atje u takua me shumë shqiptar, përfshirë këtu edhe disa familjar të dietarëve shqiptar, Shejh Albanit dhe Shejh Shuaib Arnautit. Me rrënjë shqiptare për të cilët jetojnë atje, por të cilëve u mohohet ende mundësia për të marrë në shtetësi Kosovës apo Shqipërisë, pavarësisht që i kanë të gjitha dokumentet e nevojshme, dëshmi të rënjeve të tyre. Shohim shumë komente në faqen e RTI-s të cilët na akuzojnë se ne nuk e duam kombin si besimtar musliman. Por realisht në këtë dokumentar për Sirin, i cili u shfaq në RTI, mund të shihni detajet e simboleve fetare, duke parë flamurin kuqezi, gotën kuqezi, gjithashtu edhe momentet e caktuara ku ata bëjnë vetë me duart e tyre flamurin me shqiponj. Në këtë dokumentar, familjari i Shejh Shuaib Arnautit tregon se shumë student nga Kosova që kanë studiuar në atë kohë në Siri janë mbështetur shumë nga dietari Shejh Shuaib Arnauti, të cilët sot shumë prej tyre punojnë imam në xhamitë e Kosovës. Do thotë janë njerëz të cilët kontribuojnë në vendin tonë. Kështu që mos harrojmë se ka edhe dokumentare të rëndësishme të cilat janë transmetuar. Vetëm është e jona që t'u lumtojmë pak.